Kanë mjaftuar vetëm pak minuta reshje intensive shiu që qyteti i Vlorës të përmbytet. Lagja Pavarësia, bulevardi Vlorë-Skel dhe rruga ku po punohet për ndërtimin e shëtitores së Lungomares kanë pasur problemet më të mëdha nga vërshimi i ujit. Edhe pse hidrovori ka punuar me kapacitet të plot, nuk është arritur të mbahet nën kontroll sasia e ujit e cila për mbi një orë ka paralizuar qytetin. Qarkullimi ka qenë i vështirë për automjetet dhe thuajse i pamundur për këmbësorët. Në lidhje me situatën e krijuar, Bashkia e Vlorës thekson se pavarësisht ndërhyrjeve të vazhdueshme për zhbllokimin dhe pastrimin e ujrave të larta, ndërtimet mbi kolektor, ujmbledhës apo edhe kanale kulluese e bëjnë të pamundur shmangjen e përmbytjeve. Ndërkohë në Kukës rreshtit e shiut kanë shkaktuar rrëshqitje gurësh dhe inertesh në segmentin Morin Kukës tuneli Kalimashit, pjesë e rrugës së Kombit. Si pasojë prezencës së gurëve dhe lagështisë në rrugë, ka pasur vështirësi të qarkullimit të mjeteve.